Debatet e fundit në Big Brother VIP5 tregojnë qartë se sa e tensionuar bëhet atmosfera kur gara I afrohet finales. Përplasja mes Rogertit dhe Mirit është një shembull tipik I mënyrës se si komunikimi brenda shtëpisë kalon nga strategji loje në sulme personale. Në thelb të këtij debati qëndron mënyra se si Rogerti zgjedh të provokojë kundërshtarin. Pyetja e tij drejtuar Mirit për jetën private nuk lidhet drejt për drejt me lojen, por synon të prek integritetin dhe imazhin personal. Kjo tregon një qasje agresive dhe të drejt për drejt, e cila mund të shihet si strategji për të destabilizuar emocionalisht rivalin në një moment vendimtar. Në një format si Big Brother, ku çdo reagim analizohet nga publiku, provokime të tilla shpesh përdoren për të nxjerrë në pa dobësitë e të tjerëve. Nga ana tjetër, reagimi I Mirit është mbrojtës, por njëkohësisht edhe kundërsulmues. Ai nuk e pranon akuzën dhe përpiqet ta kthejë situatën kundër Rogertit, duke sugjeruar se vetë Rogerti ka dhënë arsye për të gjykuar në këtë aspekt. Kjo tregon se edhe pse Miri mundohet të ruajë një far kontrolli, ai nuk I shmanget përplasjes dhe zgjedh të përgjigjet në të njëjtin nivel tensioni. Megjithatë, në një analizë më të thellë, kjo situatë ngre pyetje mbi kufitë e lojës. Kur debatet prekin jetën personale dhe marrëdhëniet jashtë shtëpisë, ato shpesh perceptohen negativisht nga publiku. Loja humbet elementin e saj strategjik dhe kthehet në konflikt emocional, ku fiton ai që arrin të ruajë më shumë qetësinë dhe dinjitetin. Në përfundim, ndërsa Rogerti shfaqet si një lojtar I fortë dhe provokues, Miri duket më I përmbajtur në raport me situatën, pavarësisht kundërpërgjigjes së tij. Në këtë përballje, qëndrueshmëria emocionale dhe mënyra e komunikimit janë po aq të rëndësishme sa strategjia, sidomos në prag të finales, ku çdo fjalë mund të ndikojë në perceptimin e publikut dhe në rezultatin përfundimtar.